Dreka e policëve përfundoi te spari Samir Manes. Si ta ulan balla ja çoi 12 milionë euro oligarkut me një vendim. Kur shteti shqiptar thotë se po mendon për policët, duhet pa me kujdes se kush e ha realisht Drekan, sepse në rastin e famshëm të kompensimit ushqimor për efektivet e policisë së shtetit, në letër fituan policët, por në akt qeshi Samir Mane. Në vitin 2024, kur ta ulan balla mbante postin e ministrit të Brendshëm, u vendos që punonjësit e policisë së shtetit të trajtoheshin me kompensim ushqimor, për shkak se shteti nuk kishte mensa për të siguruar vaktin që u takon me ligj. Pra, në vend që polici të jepej Dreka në mens, ju tha, do marrësh 10.000 lekë të reja në muaj për ushqim. Deri këtu duket si vendim social. Madje me pak propagandë mund të shitej edhe si kujdes për informat blu, por djalli si gjithmonë fshihet te kasa. Sipas raportimeve publike, policia e shtetit ka rreth 10.800 efektiv që trajtohen me ushqim pa pagesë. Prej vitesh, për shkak të mungesës së mensave apo cateringut, ky shërbim kompensohej në para. Por skema e vitit 2024 nuk ishte thjesht kompensim në llogarinë e zakonshme të pagës. Raportimet investigative kanë ngritur pikpyetje se përfitimi u kanalizuar përmes një sistemi që i lidhte policët me Tirana Bank dhe marketet Spar. Atëherë pjesë e grupit të Samir Manes. Pra, polici nuk shkonte thjesht të merrte parave të blinte ku do donte. Jo, ky do të ishte luksi tepër për një shtet që kur vjen puna te oligarkët bëhet shumë kreativ. Paratë e buxhetit do të kalojnë në një rrugë në mes dilte banka e Samir Manes dhe në fund dilte marketi Samir Manes. Llogaria është brutale. 10.000 policë nga 10.000 lekë të reja në muaj për 12 muaj bëjnë rreth 1.2 miliard lekë ose afër 12 milionë euro. Para publike, para të taksapaguesve. Para që në teori ishin për ushqimin e policëve, por në praktikë u kthyen një injeksion gjigant xhiroje për jetin Spar. Dhe këtu ironia bëhet skandaloze. Policët që duhet të garantonin rendin publik u kthyen në klientë të detyruar të një zinxhiri privat, jo sepse zgjollon vetë, jo sepse bën ofertë më të mirë, jo sepse tregu vendos, por sepse dikush në majtë të Ministrisë së Brendshme vendosi që ushqimi në uniformave blu të kalonte nëpër sportelin dhe raftet e një oligark. Nëse kjo do të ishte bërë nga një biznes i vogël, shteti do ta kishte quajtur konflikt interesi. Nëse do ta kishte bërë një drejtor lokal, do të flitet për abuzim. Por kur në lojë është një emër i madh, me bank, markete, qendra tregtare dhe lidhje të forta me pushtetin, atëherë quhet zgjidhje praktike. Madje një zgjidhje kaq praktike sa pak më vonë në mars 2025 rrjeti Spar Albania u shit. Mediat raportuan se Viva Fresh Group arriti marrëveshje me grupin Balfin për blerjen e zinxhirit të supermarketeve Spar, ndërsa raportimet e mëvojshme folën për një shitje me vlerë 44 milionë euro. Pyetja është e thjeshtë. A e rriti vlerën e Sparit fakti që për një vit në arkën e këtij rrjeti 1 miliona euro të garantuara nga buxheti i shtetit nëpërmjet kuponeve dhe kompensimit të policëve, sepse çdo biznesmen e di, kur shet një kompani vlera nuk llogaritet vetëm nga raftet, qirata apo logot. Llogaritet nga xhiroja, fluksi i klientëve, kontratat, garancitë, tregu dhe stabiliteti të ardhurave. Dhe çfarë stabiliteti më të bukur se 10.000 policë të lidhur me një skemë ushqimi që kalon te rrjeti yt. Kjo nuk është thjesht histori bankash dhe supermarketesh. Kjo është filozofia e shtetit kapur. Buxheti deri nga qytetarët, vendimi firmos nga politika, ndërmjet si është banka private, përfituesi final është oligark. Ndërsa polici me një kart për bler buk, djathtë sallam aty ku ja cakton sistemi. Në një vend normal, Ministria e Brendshme do të kishte hapur një procedurë transparente, do të kishte garantuar konkurrencë, do të kishte lejuar përdorimin e fondit në çdo subjekt ushqimor ose do t'u kalonte parat direkt efektive. Por në Shqipëri edhe dreka policit duhet kalojë nga tuneli klientelizmit. Tavlan baba mund ta shes këtë si kujdes për policin. Mund të dalë të thotë se i dha efektive atë që u takonte. Por e vërteta politike është tjetër. Me një vendim, ai krijoi një lum parash publike që nuk përfundoi në lidhje për policët, por në një skemë të mbyllur ku përfituesi më i madh ishte rrjeti privat i Samir Manes. Dhe këtu sarkazmi është e panevojshme, sepse realiteti e bën vetë satirën. Shteti nuk ndërton mensa për policët, por ndërton klient për oligark. Në fund, polici mori ushqimin e detyruar. Samir Mane mori xhiron e nevojshme për të shumëfishuar vlerën e kompanisë dhe Tavlan Balla mori vendimin. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.